ti je një person që ke vetë tatua, ke tatu ti Ludo. Tatu, botox e Pikërisht. Bën një jetë që të kemi parë edhe nëpërmjet Instagramit, që del në foto me personazhe shumë të njohur të showbizit, që kanë edhe tatu, që kanë edhe një jetë mbase me mendësi më të hapur se e jona. Ti shkon dhe del vetëm për të bërë një foto me ato dhe dhe ti paragjykon pastaj pas asaj. Jo, foto problemi është me bë foto. Se po keshni. A peshet se po binin kundërshtim me fjalë juve. Jo, po se po keshni. Se skopla se nuk më hanë doj. Banor. Leme më ka. Po pse po binin kundërshtim me fjalë juve? Jo, po pse po. Jo, rregull. A bën me fol. Do të javoni ju kesh për Ludën. Pse po keshni pro ju tash? Apo doni më revançuar shoku me juve? Po nëse ka posë vaj faktu ta. Nëse ka posë vaj faktu. Edhe ku ke për piçet. Ani, çka po bëj? Çka po bëni këtë sot fjalë? Me fjalë juve. Çka keni Allah? Falso njerëz. Si ke? Ditë dini. Hajde po, mos më shkardhani falso. Hajde. Alaudin. Po, Dolce. Gati në 2026-ën. Kemi arrit në një kohë që mund të zgjedhim, mund të bëjmë çfarë të dojmë pa i dhënë llogari kujt, kush janë këta, për të folë për të tjerët. Çashtu. Tatuazhe, jo kjo, jo silikoni, jo. Qa janë bërë këta burra kështu, ma? Aladin. Molla Fazan, okej, kuptojna fomrat. Aladin. Ma ndje letë. Do të flasim për fomrat. Ku e keni marrë këto? Se vetëm e fomra po merret. Po shati. Çepe. Lolo. Ku e keni marrë këto? Se duke shumë i lezetshëm në fillim, po vetëm me fomra po zihet. Çfarë problemi ka këtu? Aladin. Po kapu me burra. Aladin.